Më vjen shumë mirë që sot këtu ne finalizojmë një përpjekje rreth 2 vjeçare, një përpjekje e përbashkët me kompaninë e mirënjohur për të gjithë procesin para përgatitor që faktikisht është më i shkurtër se procesi i ndërtimit, pasi ne shpresojmë që gjithçka të shkojë ashtu si duhet dhe në harkun e 12 muajve pa llogaritur periudhën kur dimri është intensiv. Ky park i madh i energjisë së erës në Tropoj të hyjë në rrjetin e prodhuesve të energjisë rinovueshme në vendin tonë. Duke pasur parasysh eksperiencën e kompanisë, duke pasur parasysh rrugtimin e suksesshëm të kompanisë që siç e pat edhe në hartën e pranisë së saj në Europë ka marshuar në disa vende përpara se të mrinte në Shqipëri, unë kam shumë besim që jo vetëm do të përfitojmë një burim të ri dhe të fuqishëm energjie të rinovueshme, por do të përfitojmë edhe dije të reja dhe do të përfitojmë edhe një vlerë të shtuar në kulturën e punës dhe të veprimit në një sektor kaq strategjik sa sektori energjetik. Në ndërkohë që edhe ky investim shkon në atë drejtim strategjik dhe në rrugën e përmbushjes së atij objektivi të madh strategjik për ta bërë Shqipërinë një vend sovran në prodhimin e energjisë. Ne kemi pasur për një periudhë gjatë një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu, dhe në ndërkohë kemi trashëguar një sistem me aq shumë të çara sa që kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura, ndërkohë që kur shiu ka ardhur me shumicë, kemi parë që shumë nga kjo vlerë potenciale, që është uji, të derdhet edhe jo vetëm të mos kthehet në energji, po të shkaktojë edhe dëme në një herë të jashtëzakonshme. Koha kur Shqipëria duhet dalë në treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit dhe ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Dhe kjo si rezultat i investimeve të bëra gjatë gjithë këtyre viteve, po jo thjesht i investimeve, por i një vizioni, i një programi dhe i një përpjekje të përditshme në drejtim e dur nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe të gjitha ekipeve. Sot, ato që dje ishin në plan në organizmin e shtetit shqiptar, ndërmarrjet e sektorit elektroenergjetik janë pararoj në
administrim dhe në mirë funksionimin e tyre. Sot ne kemi një portofol që ka nisur të diversifikohet, pra të balancohet, ku uji sigurisht do të mbetet burimi kryesor i prodhimit, por ku energjia e diellit dhe erës kanë filluar të zënë vendin e tyre, vend që deri në fund të kësaj dekade, pra në Shqipërinë 2030, do të jetë 30%. Dhe me këtë 30%, ne do të kemi plotësisht të garantuar se sistemi ynë do të jetë i vetëmjaftueshëm dhe çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona, do ta eksportojmë, gjë që do të thotë jo më para të hedhura jashtë vendit për të blerë energji, por energji e shitur jashtë vendit për të sjellë më shumë të ardhura për ekonominë, për familjet dhe për të nesërmen e vendit tonë. Ne kemi realizuar në ndërkohë edhe një proces besueshmërie të lartë. Sektori energjetik është sektori i garave të hapura ndërkombëtare dhe një pranie masive të kompanive me reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar në pjesëmarrjen në këto gara. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë ta nënvizoj, me që jemi në një fazë të historisë sonë kur fjala korrupsion është si ato këpucët e modës, që po nuk e nxori njeriu nga goja duket sikur nuk është në modë, që pikërisht në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme, sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme, serioze, që ka marrë pjesë në këto gara që të ketë shprehur një rezervë sa do të vogël lidhur me integritetin e garave dhe me proceset e stabilizuara dhe të konsoliduara në këtë sektor. Besoj që të njëjtën dëshmi mund ta japin fare mirë amerikanët që kemi këtu nga ana e sektorit privat, bashkë me të tjerët, sepse jo vetëm që nuk kanë ndeshur në Tiranë asnjë pengesë kësaj natyre, por përkundrazi e kanë pasur qeverinë në krah në çdo hap, edhe për të kapërcyer dhe pengesa burokratike absurde në nivelin vendor, ku është e mirë kuptueshme, besoj unë, për një bashki të vogël dhe tërësisht të pa mësuar me futjen në territorin e projekteve të një ariu kaq të madh sa CWP-a, që kishte edhe ndrojtje, ngurim, rezerva etj. Por sot jemi këtu, i kemi kapërcyer pengesat dhe ajo që është më e rëndësishme në ndërkohë, kompania ka pasur garancinë e plot nga ana jonë që ky proces do të shkonte deri në fund dhe nuk ka humbur kohë, po është përgatitur me gjithë projektet e zbatimit etj. Dua të theksoj edhe një gjë tjetër që është e rëndësishme, që kompania na ka bërë një përshtypje të veçantë në ndjeshmërinë për mjedisin. Na ka bërë një përshtypje të veçantë në sensin e përgjegjësisë sociale. Pra, qoftë në aspektin e kujdesit për ekuilibrat mjedisor, qoftë në aspektin e vëmendjes për të mbështetur komunitetin, për të mbështetur zhvillimin atje, duke u bërë pjesë në investime për rrugët rurale e kështu me radhë, kjo kompani
vërtet ka zënë një vend të merituar në territorin e respektit tonë dhe unë jam shumë falenderues dhe duke parë Shqipon që është atje, që nuk e kam marrë vesh akoma që është, a është shqiptar, a është bulgar, a është amerikan, a është spion, nuk e di, po gjithsesi dua t'i them që është përgjegjësia jote që ta çosh deri në fund atë që juve keni prezantuar si ndjeshmëri për aspektin social të projektit. Dhe në fund fare dua të them që sot Shqipëria është në një nivel krejt tjetër edhe është një Shqipëri krejt tjetër. Unë nuk besoj se një dekadë më parë do ta imagjinonte dot ndokush që Shqipëria do të bëj palë me Emiratet e Bashkuara dhe me Italinë për të ndërtuar një bashkëpunim trilateral në funksion të energjisë në Europë, jo në Shqipëri. Për sa i përket energjisë në Shqipëri, ne jemi me kaq sa kemi në proces dhe me rreth 1500 megawatt të tjera që janë në ndërtim në proces licencimi, nevojat tona të brendshme për sovranitetin ton ne i kemi të garantuara. Por ne jemi më ambicios se kaq. Dhe kur them për energjinë në Europë, kam parasysh rritjen e kapacitetit këtu në Shqipëri në mënyrë që ne nga një anë të kontribojmë në sigurinë energjetike të Europës, por nga tjetër të bëjmë edhe ne para për fondin e Republikës Shqipërisë njësoj si tjerët. Dhe jo thjesht mbledhje më e mirë e taksave dhe shpenzim i taksave për të blerë energji jashtë, siç u bë për shumë e shumë vite me radhë. Dhe falë kësaj trilaterale, ne do të kemi edhe një avantazh tjetër, shumë të madh. E tha parafolsi im i nderuar, kur foli për krahasimin dhe për avantazhin e Shqipërisë për shembull në raport me Serbinë, që është një ekonomi më e madhe dhe është një treg ku ka investime domethënëse dhe serioze, kur tha që pikërisht pse ne jemi 100% të gjelbër në prodhimin e energjisë, ne nuk kemi barën që t'i paguajmë të shkuarës taksën e karbonit, e cila në Serbi është shumë më rëndë. Dhe për këtë arsye, kompania dhe kompanit e shikojnë me shumë interes Shqipërinë. Dhe duke u kthyer tek partneriteti trepalësh me Emiratet dhe me Italinë, arsyeja pse Italia dhe Emiratet janë të fokusuar te ky partneritet me ne, nuk është se unë vesh atlete të bardha, por është se Shqipëria ka këtë avantazh që prodhon dhe shet energji të pastër. Vlera e cilës në portofolin energjetik të Europës është shumë e lartë krahasimisht me energjinë që vjen nga burimet fosile. Ju falenderoj shumë për punën që keni bërë, edhe pa diskutim që ne do të jemi në mbështetjen tuaj deri në fund, dhe shpresoj shumë që të mbani fjalën për afatet, edhe për interesin tuaj, edhe për tonin, dhe ndërkohë një korrigjim vogël do t'i bëja shefit madh, kur tha që Shqipëria është treg i vogël. Shqipëria është treg i vogël, por Shqipëria është
një pikë me një kapacitet mas strategjik, sepse dihet ju do të prodhoni këtu nga era dhe do eksportoni. Kështu që tregu juaj është Europa. Apo jo. Se po mos ishte Shqipëria kaq e rëndësishme potencialisht, kinezët që janë civilizimi më i vjetër edhe tregtarët më të pa diskutueshëm nuk do i kishin vënë syrin dhe s'do e konsiderojnë Shqipërinë si pikën e mjaltit në gjithë Europën. Apo jo. Kështu që duke u bazuar tek mençuria miraveçare e Kinës, edhe duke u bazuar tek eksperienca dhe uria përfitime e Amerikës, ne jemi fiks vendi i dur, në kohën e dur për ju edhe për të gjithë të tjerët që duhet të vinë këtu në këtë treg të vogël për të kapur tregun e madh që është jashtë kufive të këtij vendi të vogël.